Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga reumatizma, ja si ta kuroni duke përdorur këtë recetë në këtë mënyrë. Shumë studime mjekësore kanë dalë në përfundimin se përdorimi i trëndafilit të egër në formën e pluhurit ose pudrës redukton në 90% të rastet e dhimbjeve nga reumatizma. Trëndafili i egër konsiderohet si një nga bimët medicinale më të mira për sa u përket lehtësimeve të dhimbjeve të reumatizmës, duke ndikuar në shëndetin e kockave dhe mbi të gjitha edhe në forcimin e tyre. Pluhuri i trëndafilit të egër mund të gjendet në farmaci si suplement, në dyqanet organike ose mund ta përgatisni edhe vetë. Mjafton të keni një sasi të konsiderueshme trëndafilit të egër, të cilat duhet jenë të thata. Shtypini ato fort në një avan guri dhe më pas i kaloni në një sit kuzhine për të përfituar pluhurin. Doza ditore e rekomanduar për përdorimin e pluhurit të trëndafilit të egër është 5 gram në ditë. Rekomandohet që të përdoret për 1 deri në 3 muaj dhe mund të konsumohet i tretur në një gotë me pak ujë ose direkt duke e gëlltitur. Megjithatë, përdorimi i trëndafilit të egër pluhur për reumatizmën si dhe doza e tij nuk duhet të merret pa konsultuar më parë me një mjek. Një nga ekspertët e zhvilluar, sidomos në një eksperiment në Britaninë e Madhe nga Instituti për Kërkime Shkencore ndaj Sëmundjeve Reumatizmale, ka rezultuar se personat me osteoporozë 3 javë pas përdorimit të suplementeve të trëndafilit të egër patën një përmirësim të dukshëm në reduktimin e inflamacionit të kyçeve dhe dhimbjeve të tyre. Bazuar në këto rezultate, ekspertët rekomandojnë përdorimin e suplementeve të trëndafilit të egër pluhur për personat që vuajnë nga artriti në një periudhë 1 deri në 3 mujore. Reumatizma është një sëmundje që prek më shumë se 20% të popullatës globale. Për fat të keq, shkencëtarët kanë gjetur asnjë trajtim që mund ta zhduket të 100%, por ka treguar disa mënyra për ta mbajtur nën kontroll duke ndjekur recetat dhe hapat e duhur. Sidoqoftë, disa prej studimeve të veçanta mbi këtë sëmundje tregojnë se ushqimet e duhura të kombinuar me aktivitete të moderuara fizike janë receta më e mirë për njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Gjithashtu, vënia e trupit në lëvizje është një mundësi shumë e mirë për të mbajtur atë nën problem. Rënia në peshë dhe aktiviteti fizik janë disa prej hapave më domethënës që mund të ndërmarrin njerëzit për të mos vuajtur nga artriti. Rënia në peshë zbut barën e rëndë mbi gjymtyr dhe ul nivelin e inflamacionit. Aktiviteti fizik i mban muskujt të fortë dhe ndihmon në lehtësimin e lëvizjeve. Yndyrnat e shëndetshme janë thelbësore. Ngrënia e disa ushqimeve mund të përmirësojë simptomat dhe të zbusë dhimbjet. Të dhënat shkencore tregojnë se ngrënia e salmonit ose sardeleve mund të zbusë dhimbjet dhe të lehtësojë lëvizjet. Këto peshq përmbajnë acide yndyrore omega 3 që zvogëlojnë sasinë e substancave inflamatore në trup. Megjithatë, ngrënia e peshqve nuk mjafton. Personat që vuajnë nga artriti duhet të pakësojnë sasinë e mishit të kuq dhe të konsumojnë vaj ulliri në vend të vajrave të tjerë. Ulja e kolesterolit në trup është një mundësi shumë e mirë për të lehtësuar inflamacionin. Sipas të dhënave, njerëzit që vuajnë nga artriti kanë nivele të larta kolesterolit në gjak. Tërshëra dhe ushqime të tjera të pasur me fibër ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Mënyra të tjera për të ulur kolesterolin janë 30 gram arra në ditë, 25 gram proteinë soje në ditë. Edhe antioksidantët janë një ndihmë shumë e mirë në këtë aspekt. Artriti shfaqet si pasojë inflamacioni në gjymtyr dhe indeve që shkaktohen nga substancat kimike në organizëm. Ekspertët thonë se njerëzit që vuajnë nga artriti duhet të konsumojnë edhe më shumë vitaminë K. Ajo gjendet te spinaqi, brokoli dhe lakrat e vogla. Ngrënia e më shumë ushqimeve të pasur me antioksidantë, të cilët neutralizojnë këto substanca, mbrojnë gjymtyrët. Vitamina A, C dhe E janë të fuqishme për të mbrojtur të gjitha indet e organizmit. Vitamina A gjendet te karrotat, patat e të ëmbla, frutat e freskëta dhe perimet jeshile, të cilat janë të pasur me vitaminën C. Arorët dhe farat janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, të cilët mund të ndikojnë pozitivisht në fuqinë më të mirë të shëndetit tuaj të nyjeve. Duke ndjekur kështu recetat e duhura të këshilluara dhe nga ekspertët, në kombinim me ushqimet të cilat po i përmendëm në këtë video, do të keni një mundësi shumë më të mirë për menaxhimin e problemeve tuaja, të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti edhe në aktivitetet tuaja fizike. Ndaj tregoni më të vëmendshëm ndaj problemit siç është reumatizma.
Reumatizma, dhimbjet e kockave janë një sëmundje kronike që nuk ka në shërim, vetëm duhet t'i mbani nën kontroll për të mos përkeqësuar situatën. Në listën e këshillave, mjekët specialistë të kësaj fushë tregojnë ushqimet që nuk duhet të mungojnë në tavolinën tuaj nëse vuani nga kjo sëmundje. Duke nisur me mëngjesin, mjekët tregojnë se mëngjesi i shëndetshëm janë drithrat si të shëra, arrorët dhe farat. Një regjim ushqimor i pasur me fibër mund të ketë ndikime pozitive kundër sëmundjeve që prekin gjymtyrët dhe indet. Fibrat, tregojnë mjekët, përmirësojnë florën bakteriale e cila ndihmon metabolizmin dhe në përmirësimin e sistemit tuaj imunitar. Shumë prej bakterieve që gjenden në stomak përmirësojnë tretjen, japin më shumë energji dhe kanë efekte qetësuese ndaj reagimeve inflamatore. Acidet yndyrore të ngopura që prodhohen në stomak gjenden edhe brenda lëngjeve që përshkruajnë gjymtyrët. Në listën e ushqimeve që mbajnë në kontroll këtë sëmundje janë frutat, bishtajat, erëzat, barishtet dhe vajrat. Në listën e frutave futen kumbullat citro, rrushi, boronicat, bananet, shega, mango, pjeshka dhe molla, të cilat kanë efekte pozitive për shëndetin tuaj. Reumatizma mund të prekë kyçet në të njëjtën mënyrë siç ndodh edhe me gjymtyrët. Ajo shkakton mpirje, entje dhe dhimbje. Prekja e kyçeve nga reumatizma është e rrallë, por jo e pazakon. Në fillim sëmundja nis te kockat e gishtërinjve të këmbës dhe më pas shpërndahet te kyçet. Në këtë mënyrë sëmundja luan një rol pengues në lëvizje dhe shkakton një pareativ mjaft të madhe. Në këtë video do të mësoni se si reumatizma mund të ndikojë te kyçet, simptoma dhe zgjidhje natyrale kundër dhimbjeve. Reumatizma shkakton inflamacione dhe ky i fundit ngurtëson edhe kyçet. Sipas të dhënave, me kalimin e kohës, struktura kockore e kyçeve mund të preket dhe të pësojë ndryshime të përhershme. Tepër, reumatizma shkakton fërkime të forta të kockave të ndërlidhura me kyçet. Zonat më të prekura të këmbës janë pjesët e themrës, shputës, pjesën e sipërme të gishtave. Dhe gjithashtu, nëse nuk trajtohet dhe mbahen nën kontroll përmes mënyrave të duhura, atëherë gjendja juaj mund të agravojë. Reumatizma është një sëmundje që prek më shumë se 20% të popullatës globale. Për fat të keq, shkencëtarët nuk kanë zbuluar asnjë trajtim efikas me medikamente kundër kësaj sëmundje që prek gjymtyrët. Sidoqoftë, disa prej simptomave të veçanta të saj mund të mbahen nën kontroll përmes produkteve të ndryshme natyrale dhe një diete më të mirë shëndetësore. Ekzistojnë lloje të ndryshme të reumatizmës, të cilat duhet të mos neglizhohen. Ekspertët tregojnë se ushqimet e duhura për reumatizmën mund të jenë një zgjidhje e mirë në lehtësimin e saj. Të gjitha llojet e peshqive të pasur me acide yndyrore omega 3, salmoni, sardelet, skumbria, acugjet, gjithashtu qershita, ananasi, shalqini, nespullat, mandarinat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të përfshirë me do e mos në dietën tuaj. Reumatizma është një problem, i cili nëse nuk mbahet nën kontroll me hapat e duhur shëndetësor, atëherë gjendja juaj mund të agravojë dhe të krijojë shqetësime të forta në imunitetin e përgjithshëm. Ata që vuajnë nga reumatizma e dinë shumë më mirë se antiinflamatorët që shërbejnë për të lehtësuar dhimbjen shkaktojnë dëmtime në stomak dhe në veshka. Kështu, duke u menduar që të mjekojnë këtë të fundit, shkaktojnë një tjetër. Tani për tani, reumatologët po presin me padurim edhe përfundimet e gjetjeve të reja. Gjithashtu, mund të ndikojë edhe dhimbja që të lehtësohet duke zgjedhur klimën e përshtatshme. Nuk është e vërtetë se lagështia shkakton reumatizëm, ajo reumatizmin e bën edhe më të rëndë. Ata që mbajnë shpesh duart në ujë nuk janë të rrezikuar më shumë se sa të tjerët, por nëse vuani nga reumatizma, në këto raste duhet të qëndroni sa më larg nga uji, pasi gjendja juaj mund të përkeqësohet me kalimin e kohës. Reumatizma është një inflamacion i nyjeve i cili mund të ndikojë në aktivitetet tuaja të përditshme dhe të shfaqë gjithashtu komplikacione nga më të ndryshme të cilat do të rendisin edhe një dëmtues të madh për mbrojtjen e organizmit, siç mund të jetë gjithashtu edhe dëmtimi i nyjeve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, macat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.